Universiteti Ismail Gjemali i Vlorës ka organizuar këtë të premte në sallën Ali Aslani një forum të hapur me student, një bisedë frymëzuese me profesore Nora Mala, e cila ka kaluar një jetë mes arsimit, politikës, librit dhe medias. Në fjalën e saj, njëkohësisht si ish zëvendës ministre e arsimit dhe sportit, Nora Mala ju shpreh e lumtur që ndodhej përpara studentëve në universitetin që sipas saj ka shkruar histori. Mala e tha se janë studentët ata të cilët janë misionar të ndërtimit të së ardhmes së vendit. Duke treguar një pjesë të historisë së jetës së saj, lidhjen dhe dashurinë e fortë me Vlorën, Mala ju shpreh se ky qytet ka bërë rrugëtimin e tij me guxim në histori. Në ditën ndërkombëtare të familjes, ajo i dha një rëndësi të veçantë familjes, duke përcjellë një mesazh për studentët mbi gjën më të shtrenjtë dhe më të rëndësishme në jetë. Në krye të fjalës janë ata që japin vlerësimin për punën tonë, janë ata që quhen misionar në vijimsinë e të ardhmes dhe janë ata që nesër në profesionin e tyre do ta bëjnë më të bukur jetën dhe do të japin të gjithë ndriçimin dhe vlerën e saj. E dua Universitetin e Vlorës, e dua sepse fëmijërinë time e kam kaluar këtu dhe një dëshmitare okulare kam profesoreshe Evën, që kemi rrugtuar së bashku në edukimin dhe formimin e dashurisë për njerëzit, por edhe dashurisë për Vlorën. Ndjehem si jam teu që marr energjinë dhe jam me këmbë në tokë. Kjo ndoshta më ndodh për arsye se kam kujtimet më të bukura të fëmijërisë, aq sa shpesh herë kur popullin e Vlorës e quajnë popull rebel, un kam thënë, populli i Vlorës nuk është rebel, është si puna e breshkës, ka zhguallin e fortë, po ka zemrën shumë të butë, ka energjinë e diellit, po ka dhe vlerën e valëve të detit, ka guximin dhe trimërinë për t'i thënë ca gjëra të vërteta ose të troçta, por ka dhe gëzimin për t'i dhënë vlerësim jetës dhe për të kuptuar që e drejta ime fillon atje ku mbaron e drejta e tjetrit, dhe motivimi dhe menaxhimi i lirisë time vjen atëherë ku duhet jap kontributin tim. E dua Vlorën dhe për një arsye tjetër. Historinë e saj e ka kthyer jo thjesht në nivel patriotik, po në nivelin e vlerës së familjes. E pikërisht sot, në ditën ndërkombëtare të familjes, ka asaj vlerë të jashtëzakonshme, ne jemi bashkë këtu për të motivuar njëri tjetrin dhe për të kuptuar. Sfidat fillojnë në mirëritjen tonë, vazhdojnë në edukimin tonë, vazhdojnë në krijimin e familjeve tona dhe në fund në dashurinë që duhet japim për njëri tjetrin. E dua Vlorën edhe kur në sfidat e mëdha të saj, ajo arriti të krijojë këtë universitet i cili ka bërë emër dhe ka nxjerrë personalitete dhe për të saj ka bërë historinë që historia nuk zhbëhet dot më. E dua Vlorën për folkun që ka, e dua Vlorën për klimën që ka, e dua Vlorën se është qyteti që të ofron dashuri unike, sepse është qyteti i vlerave njerëzore, por e dua Vlorën edhe për rebelizmin tuaj të bukur. E pyetur nga studentët, ish zëvendës ministrja Nora Mala e foli dhe mbi arsimin, duke renditur disa prej sfidave që i përkasin këtij sektori dhe nevojën për zgjidhjen në vijimsi. Mala, si një ish deputete e Kuvendit të Shqipërisë, nuk la pa prekur dhe politikën, duke folur rreth karrierës së saj dhe qëndrimeve që duhet të mbajë një politikan i ardhshëm. Dikush që kishte punuar fort me mua më thotë, dua të falenderoj, thotë, se na ke mbështetur pafund. Dhe pafund ka filluar që nga ndryshimet e bazës ligjore për sistemin e arsimit parauniversitar, që në 2009 e bëm gjithë përfshirës, për të vazhduar ke mësuesi ndihmës, ke profesioni psikologut të shkollës që nuk ekzistonte atëherë dhe që u futën për herë të parë, për të vazhduar me bursa të dedikuara për politika të dedikuara për shtresat e ndryshme në nevojë, ku këto u bën dhe politika universitare, për të vazhduar pastaj me ciklin që bëm së bashku të procesit të Bolonjës, që ka qenë aq shumë i vështirë, po që sot e kemi, për të kaluar atë që quhet ndërgjegjësimi apo vlerësimi i diplomave për ndërkombëtarizimin e tyre, ku sot diplomat e secilit prej jush njihen në botë, dhe për të kaluar dhe kualifikimi i cili sot krijon mundësinë që nëpërmjet provimeve kualifikuese ju mund të punoni shumë mirë në botë. Arsimi nuk përfundon këtu. Arsimi është një cikël shumë gjatë që kërkon investim të fortë. Kur shoh studentët
që në raport me ne kanë kërkesa më të forta, kanë dëshira më të mëdha, por që ne duhet i motivojmë fort. Mendoj që sfida më e madhe e arsimit është pikërisht në këtë kohë. Në këtë kohë kur kemi përballë inteligjencën artificiale, dhe nga ana tjetër kemi nevojë se si do të koordinojmë pozicionet që arsimi të jetë bashkëkohor dhe të përgjigjet asaj që quhet profesioneve. Ish zëvendës Ministri i Arsimit dhe Sportit Nora Mala ju përgjigj dhe pyetjeve të studentëve të cilët donin të dinin më shumë rreth jetës, karrierës, si dhe qëndrimeve që duhet të mbajë një pedagog apo një politikan në jetë dhe karrierë. Ndërkohë takimi u moderua nga Marieta Mërkuri.